Rikthehem në studio, me mua është bashkuar kolegu Elker Bushkolaj. Përshëndetje dhe mirë se vjen, Elker. Pas përfundimit të kësaj proteste, një protestë e thirrur nga të rinjt, ku kryefjalën e kanë pasur të rinjt. Çfarë mund të themi? Cili është ai mesazh që sipas teje është përcjellur, ose cila ishte ajo e re që ka sjell kjo protestë? Çfarë ka lënë kuptohet? Kjo protest latë kuptohet qartazi që vendimi për mbylljen e TikTok nuk ishte një vendim që lidhej me çështje sociale, po me çështje elektorale. Pse? Platforma TikTok është një platformë që unë besoj do përdorë gjërësisht në zgjedhjen e 11 majit për denoncimin e krimeve zgjedhore. Ne si media, në të paktën në 2 palëzgjedhjet e fundit që kemi mbuluar, ne kemi denoncuar me 10 raste të shitblerjes votës, me 10 raste të manipulimit votës. Por mendon ju, kur në këtë skem futet edhe platforma TikTok me atë shikueshmëri dhe qarkullim që kanë videot në rrjetin TikTok. Dhe duke parë edhe shifrat, se Partia Socialiste është një forcë politike e cila bën sondazhe pothuajse her pas here, duke parë edhe shifrat dhe duke parë edhe pakënaqësi që shfaqen në këtë rrjet social, dhe klikime që marrin video të cilat konstatojnë pakënaqësi, konstatojnë afera korruptive, konstatojnë problematika që kanë qytetarët nga gjithë vendi, por edhe nga diaspora, kanë përshtypjen që kanë gjetur një masë për ta kyçur këtë. Nisi si hipokrizi, Armela, dhe di pse them këtë, se unë kam folur disa herë me avokatin e familjes së Martin Canin, me Redi Ramajn, dhe kam pyetur, ka ardhur një nga zyrtarët e Ministrisë Arsimit, apo vetë kryeministri, apo të zyres arsimore për vizitë në familjen Cani, dhe më ka konfirmuar që jo. Pra, është bërë një tur në Shqipëri, ku pretendohet se janë takuar 65.000 prindër shqiptar për çështjen e Martin Canit pas asaj tragjedie. Po si ka mundësi më as kryeministri i vendit, as ministri i arsimit nuk gjetën rastin që t'i bënin një mesazh ngushëllimi nënës Martinit dhe babait Martinit, apo t'i shkonin ashtu sikur se kërkon tradita jonë si njerëz që në një rast fatkeqësie të tillë, edhe pastaj mund vijonin takimet edhe me prindrit e tjerë. Është një ngjarje. Ndjes, po nis gjithçka që tek momenti mbajtjes së 1 minutë heshtje që ishte ajo episodi me ministrin e episodin parlament. Armela, ne këtu kemi qenë, ne punojmë në media informative. Ngjarjet nuk u evituan, përkundrazi. Në shkollën e Cakanit në Fier u shënuan një ngjarje ngjashme, ku një zonë, në kryet javës u plagos brenda murit rrethues të shkollës. Vetëm pak ditë më pas, në Bas, në afërsi qytetit Burrelit, një zonës gjithashtu mbeti i plagosur në shkollë. Tensionet në periferit shkollave dhe pranë shkollave janë pothuajse të përditshme në rrjetet sociale. Tani me sa duket qartë, institucionet janë të ngjarje dhe që mbahen të fsheta, dhe çfarë vëmendja e institucioneve, si ato arsimore, si ato të policisë shtetit, nuk ka qenë, pra çka tregon që fokusi nuk ka qenë pra ai konflikti te ajo shkolla, por fokusi është kjo gjëja tjetër që ne po diskutojmë, që mund të lidhet me denoncimin me krimet elektorale dhe platforma TikTok, për shkak të pranisë së madhe të njerëzve që ka shqiptarëve që kanë llogaritë në këtë platformë, u gjet. Pyetja që shtrohet, kush e pengon nesër me këtë standard që të mbyllet çdo rrjet social? Kush e pengon nesër që me këtë standard të mbyllet një televizion? Kë do mbroj? Se me këtë standard i bie që ne të mbyllim rrugët për shkak të aksidenteve fatale që ndodhin në rrugë. Pra, është një standard i vendosur keq edhe mbi gjitha. Po, unë jam dakord, duhet kishte filtra. Absolutisht po. Të gjithë jemi prindër, gjithë bien dakord që në rrjetet sociale. Po, pse nuk vendosen për tjera? Edhe mbi të gjitha, Armela, po flasim për mbyllje part-time, që përkon me periudhën elektorale, pra do hapet dhe pasi viti, ne besojmë që këto të rinë do edukohen, pasi vitja do vendosin filtra apo nuk do vendosin, dhe janë disa vendime që është e pamundur t'i shohësh të shkëputur nga njëra tjetra, se ti nuk ishe do të shkëputura vendimet për hapjen e tuneleve elektorale. U hap tuneli Murrizit dje. Për të disajtën herë inauguruar. Për të disajtën herë, kur bënim zgjedhjet e pjesën për Bashkinë e Himarës, nëse të kujtohet, u hap një tunel edhe atëherë. Nuk u hap as për sezonin turistik, por u hap që përkonte me zgjedhjen. Janë me 10 vendime, vendimi për çmimin e energjisë elektrike për një vit. Madje në prime time në një program që sot përmendet ende, në një intervistë ekskluzive, ndjes po doja ta them këtë detaj. Janë disa vendime që ne duhet i shohim të ndërlidhura me njëri tjetrin, që në perceptimin tim lidhen të gjitha me fushatën elektorale, dhe unë kam të pamundur që vendimin për rrjetin social TikTok ta shoh ta shkëputur. Tani, kur flasim për protestën, Armela, në kushtet ku jemi, për mua është gjë shumë e mirë që protestohet. Jemi në një vend ku shohim se si të rinjt janë ekspozuar. Të ndërprespektu që dalë aty ku mendoj unë se po del, do duhet të ketë, pra, është një protestë e thirrur nga të rinjt të opozitës, po them, po të Partisë Demokratike sidomos, ku marrin pjesë ata dhe zgjedhin të japin një mesazh. Po ne pastaj jemi mësuar ose kemi parë dhe një spin që hidhet gjithandej në media, sa herë që ka një protestë thirrur nga opozita, le të flasim për numrat. Po tek e fundit po e bëj dhe unë këtë pyetje, pse kanë kaq të vështirë të rinjt jashtë
këtyre partive politike, jashtë zërit kritik, politik, po them, që të dalin në shesh dhe të reagojnë. Se reagime në rrjetet sociale kanë qenë shumë të mëdha se sa kaq. Gjithmonë reagimet në rrjetet sociale, Armela, janë shumë herë më të mëdha dhe për shkak të faktit që ne pjesën më të madhe të rinisë tonë për fat keq ne e kemi në diasporë dhe nuk e kemi rini aktive në Shqipëri, po ne duhet kuptojmë që edhe propaganda bën punën e saj në këtë drejtim. Emisione të cilat kanë influencë të madhe tek të rinj, të cilët nuk i kanë të qasje dhe nuk i diskutojnë kur të problematika për arsyet sepse të rritë shqiptarë duhet dalin protestojnë, sepse të rritë shqiptarë janë të ekspozuar masivisht përballë efekteve të kriminalizimit, sepse të rritë shqiptarë janë të ekspozuar masivisht përballë zhvatjes, unë kam parasysh studentët për qirat apo të rinë në pamundësinë për blerë një apartament dhe janë me 10 arsye që të ritë duhet i ngrenë në protest. Po ne duhet ta pranojmë, Armela, që shpopullimi ka qenë dramatik ndër shqiptarë dhe ata që janë larguar trit, pra nuk janë larguar mosha e tretë. Ato janë këtu dhe prandaj ato përbëjnë armatën më të madhe të votuesve në 11 maj. Por normalisht që pjesëmarrja duhet ishte masive, por sa do e vogël të jetë një protestë, mesazhet që përcjell ato janë shumë të rëndësishme për kudo që i shikon dhe i lexon këto mesazhe. E qartë. Dhe paralelisht me këtë, është duke ndodhur një protestë që po tërheq vëmendjen globalisht. Ju jeni ndalur më herët gjatë ditës në transmetim live, bëhet fjalë për protestën në Serbi, e cila po trondit fort themelet e qeverisjes së Aleksandar Vučić, le ta themi, rreth 100.000 të rinj, pra jo thjesht qytetar, po të rinj që vijojnë të qëndrojnë në shesh. Unë kam parë, më futa pak çaste më parë, krahasime që bëhen mes të dyja protestave. Vlen këto krahasime me gjithë atë dëshirën që do donte të kishte gjithë secili që shihte këto reagimi edhe në një vend si Shqipëria, sepse ne vazhdimisht kemi thënë djes që u zgjat Elker që kur flasim për Vučićin është një lloj si flasim dhe për Ramën. Armela, duhet kemi parasysh diçka. Krahasimi që shumë gazetarë apo po media po bëjnë fakt nxjerr në pangjashmëritë mes Edi Ramës dhe Aleksandar Vučićit, të cilët janë të dy që në pushtet, njëri që prej 2013-s, tjetri që prej 2014-s Vučić, fillimisht si kryeminist dhe më pas si presidenti i Serbisë. Kur flasim për Serbinë, duhet kemi parasysh, po flasim për një nga liderët që ka destabilizuar Ballkanin, duke pas parasysh sulmet në Kosovë, në raport me atë se çfarë po ndodh në Bosnjë apo me tensionet që krijoi pak vite më parë në Malin e Zi dhe protestat në Serbi kanë javë, nuk është një protestë që u thirr brenda 3-4 ditësh dhe aty u mblodhen rreth 100.000 të rinj. Është një protestë që meriton të vlerësohet sa i përket pjesëmarrjes, po të njëjtat protesta ka pasur edhe Greqia me pjesëmarrje masive, por ne nuk duhet harrojmë dy gjëra, Armela. E para, as Serbia dhe as Greqia nuk e kanë pasur eksodin e shqiptarëve. Pra në këto vende Serbia ka rreth 7 milion banor, Greqia ka rreth 10 milion banor, nuk i kanë humbur 1 milion banor vitet e fundit. Ndërkohë që ne që ishim 3.4, ne për fat keq humbëm rreth 1 milion banor dhe pjesa më e madhe janë ato të rinj që sot mungojnë në këtë shesh proteste, mungojnë në vendet e punës, mungojnë në qytetet tona dhe janë që gjithë në emigrim. Po flasim thuajse për gjysmën e popullsisë, po paktën një treta. Edhe mbi gjitha unë nuk e shikoj këtë egzaltim masiv për protestat në Serbi. Një gjë është e sigurt, cila do qeveri të jetë në pushtet në Serbi, qasja karshi Kosovës dhe karshi faktorit shqiptar në Ballkan do jetë po njëjtë. Ato kanë dëshmuar që janë si puna atij Hasmit vjetër që nuk bën kurrë mikëri. Po pranohet se ti e them në fakt që në kryet e herës, po për ta elaboruar dhe edhe pak, pranohet në mënyrë të pandërgjegjshme, ndoshta edhe naive ngjashmëria mes të dyve dhe nga mediat pro-qeveritare, po themi? Absolutisht që po, thuajse nga gjithë mediat qeveritare, se si mund të bësh ti krahasime me një popullsi që ka Serbia, që është sa rreth 3-4 fishi i popullsisë tonë, pra me atë numër të rish që ka shteti serb. Nuk kanë serbët eksod masiv, sikur kemi ne. Në gjithë vendet e Europës, kudo që të shkosh, ne kemi atë diasporën e emigrantët e vjetër që janë të viteve 90 që janë në Itali dhe Greqi dhe ne kemi një diasporë të re pas 2013-s, që është diaspora Britanisë Madhe, e Gjermanisë, e Francës, e vendet skandinave për cilat flitet aq pak. Nuk e ka, Serbia ka atë diasporën tradicionale që është në SBA dhe në Australi dhe shumë pak e lokalizuar në vende ndryshme të Bashkimit Evropian, por jo në shifra dhe në përmasat e diasporës tonë. E qartë, do të shohim në fakt zhvillimet. Edith Harxhi, mbrëmjen e djeshme në mos gaboj, ka deklaruar se e përmenda atë si një njohës shumë mirë të zhvillimeve në Ballkan, që nëse bie Vučić do thotë që bie edhe Edi Rama për shkak të binomit të krijuar dhe meqense po flasim për të dyja protestat. Kemi edhe një pranverë ballkanike, se pranverën arabe e kaluam. Do të shohim se si do të shkojnë zhvillimet. Faleminderit Elker për këtë ndërhyrje. Faleminderit.